Në zonën këmbësore të qytetit Korçës, qytetarët kanë pasur mundësinë të shijojnë një ekspozitë në natyrë me punime të piktorëve nga troje të ndryshme shqiptare. Ideja ka qenë e piktorit Veton Gusia, i cili së bashku me një grup artistësh kanë menduar që arti të dalë jashtë galerive dhe të shkojë pranë qytetarit. Ekspozita Arti vjen tek ju është një mundësi e mrekullueshme për artdashësit e artit figurativ të shijojnë një përvojë të veçantë në një mjedis që pasqyron bukurinë e qytetit, pasionin për artin dhe kulturën korçare. Shumë qytetarë mendojnë që galeria është diçka për një klasë shumë më të lartë dhe shumë shpesh nuk vinë me i pa artistët edhe punimet e artistëve. Edhe është bërë si me thonë për një grup të vogël. E unë mendoj që arti është për qytetarë dhe është për këtë dhe do me thonë është një kthim ku ne i afrohemi qytetarit, i tregojmë punën tonë, e lidhim qytetarin me neve edhe e lehtësojmë të ardhmen qytetarit me ardhë dhe në galeri edhe në institucione tjera me pa që arti është për neve, arti është për krijim për popullin, jo si një elitë e cila shkputet prej qytetarit. Këto pikturat janë shumë të bukura, mbase për disa njerëz ka kuptim dhe për disa jo. Për shembull, kjo këtu tregon një peizazh zbore dhe ajo aty tregon nënën me djalin e saj që do aq shumë sa vetja. Kjo ekspozitë në natyrë do të udhëtojë më pas drejt Preshevës e Prishtinës, ndërsa është prezantuar edhe në Ulqin e Shkup. Synimi është që artistët pjesëmarrës të këtij aktiviteti më pas të vetë organizohen dhe të prezantojnë pranë qytetarit punimet e tyre.